Biblioteka Publike e Mitrush Kuteli në Pogradec organizoi një takim letrar me poetin, studiuesin dhe sociologun e njohur Zydi Dervishi, kushtuar krijimtarisë së tij letrare dhe kontributit në fushën e shkencave sociale. Aktiviteti mblodhi lexues, nxënës, student dhe dashamirës të librit, të cilët ndanë vlerësime dhe përshtypje mbi veprën e autorit. Gjatë takimit, gjimnazistët e qytetit recituan poezi të përzgjedhura nga krijimtaria e Zydi Dervishit, duke sjellë para publikut mesazhet dhe ndjeshmërinë që karakterizojnë poezitë e tij. Padyshim, të shkruash për kulturën shqiptare, për shoqërinë shqiptare, është padyshim një detyrim moral që ne kemi për brezat që kanë kaluar, të cilët nuk kanë patur mundësi të shkruajnë gjuhën e tyre, dhe për brezat që vijnë, të cilët padyshim besoj kam bindje të jenë vendin që u takon në ansamblin e gjerë të popujve të botës, një kohë të trazuar dhe shumë të trazuar. Bashkëbisedimi u fokusua gjithashtu në botimet shkencore të autorit, të cilat prej vitesh shërbejnë si referencë për studimet sociologjike. Profesor Dervishi ndau me të pranishmit përvoja nga jeta akademike dhe krijuese, duke folur për rëndësinë e leximit, botimeve dhe aktiviteteve që promovojnë librin dhe kulturën e debatit. Është një punë që ka vlerë jo të vogël edukative. Uroj që kjo traditë të zhvillohet edhe me autorë të tjerë, dhe sa më të shpesha të kemi diskutimet për librat, unë besoj që shqiptarët do të fisnikrohen gjithnjë më shumë dhe do kemi më pak të bëjmë me probleme sjelljes devijante dhe kriminale. Libri është padyshim instrumenti më fisnikrues, më kontribut në zhvillimin e shoqërisë njerëzore. Në përfundim të aktivitetit, profesori dhuroi 15 tituj nga botimet e tij për fondin e Bibliotekës Mitrush Kuteli. Libra do të jenë tashmë në dispozicion të lexuesve pogradecar, duke pasuruar më tej fondin e institucionit dhe mundësitë për njohje me veprën e tij letrare dhe shkencore.